Këtu mund të ndryshoj situata, apo jo? Edhe mund të ndryshojnë për shkak se ende votat e mërgatës janë pa numëruara. Po në çfarë do opsioni ne jemi fitues. Besoj vetë shumë do t'i fitojmë me nomrin. A do të ndërtoni koalicion me ndonjë nga subjektet politike, do e kërkoni ndihmesën e dikujt eventualisht, ose do shkoni direkt në komunikim me qytetarët, zoti Latifi? Ne edhe ashtu jemi në komunikim me qytetarët për vite me radhë dhe besoj që tesa jonë, ose qartë, ose pjesë, besoj që qytetarët do ta vlerësojnë angazhimin e madh, punët e shumta dhe vizionin që kemi për 4 vjeçare ardhshme. Pra, koalicioni do të kërkohet nëpërmjet komunikimit direkt me qytetarët. A mund të ketë grupim, zoti Latifin, shembull grupim kontra që i bie të bëhen bashkë subjektet politike kundër juve? Tash unë nuk kam të drejtë të komentoj se çfarë mendojnë të tjerët, se si deklarojnë të tjerët, oponentë e mi, por si do thot, ne do t'i ftojmë qytetarët, tash kjo është pozicion aktual, shohim t'i presim rezultate përfundimtare, edhe në qoftë se ka ndonjë interesim, i cili do, ne jemi të interesuar që të bisedojmë, po zakonisht me parimet e mia, edhe si kandidat për kryetar, po edhe si kryetar besoj, edhe për 4 vjet, ne kemi ndjekur trajektoren e bashkëpunimit të ndërgjegjëm dhe vazhdimisht kemi kërkuar ndihmën e qytetarëve. Si doli subjekti juaj politik në përgjithësi në këto zgjedhje lokale, në këtë raund të para, keni mundur t'i ndjeshni pak rezultatet preliminare, zoti Latifi? Po kemi rritje ne të votave në zgjedhjet komunale. Ne besojmë mbi 10%, shohim tash edhe votat e mërgatës, po ne në zgjedhjet lokale veç jemi bukur të fuqishëm edhe ku ma mërmen që rezultati e vërteton këto që bëhet. Po në rangun republikan e kam fjalën, por edhe për komunat të tjera. Në rangun republikan po flas. Po. Kemi rritje dhe kemi le të themi gjithmonë kemi rritje në zgjedhjet lokale, shpresojmë që kjo do të ndikojë edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, qofshin ato të jashtëzakonshme që mos të parakoshme. Kur ju pyes direkt, kush doli fitues e kush humbës deri në këto momente nga subjektet politike, si do të përgjigjeshit zoti Latifi? Tash këto zgjedhje lokale janë proces specifik i ndryshëm nga zgjedhjet parlamentare, por është e kuptueshme që ne në 5 komuna jemi fuqishëm fitues, edhe besoj që edhe raundi i dytë do ta vërtetoj këtë. Do ta konfirmoj një zhvillim të tillë. Ju presni të mbani komunat si Aleancë për Harmoninë e Kosovës. Po, edhe është e mundshme edhe ju nikun me pas rezultat mbas edhe fitues. Mbas edhe fitues. Kjo është pritshmëria e zotit Smajl Latifit, të cilin e falenderoj shumë për lidhjen e drejtë për drejtë edhe komunikimin bashkë me ne. Zoti Latifi, falenderoj shumë. Faleminderit për shkrim, punë bore shumë. Faleminderit shumë. Ishim bashkë me zotin Smajl Latifi, kryetari i komunës Rahovecit. Dhe nga Rahoveci natyrisht do të vijojmë më tutje. Do të shkojmë në Kaçanik nga Rahoveci. Në Kaçanik, si është situata në Kaçanik, është kjo. Edhe aty duket një betejë goxha fyt a fyt në ndërmjet të parit dhe të dytit. Ja ku është Kaçaniku. Sabetin Vishi, Partia Demokratike e Kosovës, i pari në ballotazh, zona do të rritë 39.8% ose 6.379 vota. Jeton Raka i dyti 37.8% ose 6.059 vota. Këtu është pra dallimi 300 vota dikund. Heset Malsiu është 2.264 vota ose 14.1%, pasohet nga Betim Shala 4.8%, Shukri Luta 1.6%, Hafize Salahi 1.3%. Ndërkohë që vota për asambleje është kështu. PDK 36.2%, Lëvizja Vetëvendosi 29.6%, Lija Demokratike 13.3%,
Vizioni 12.5